Kem kryetarin e nismës Fatmir Limaj. Në një takim. Unë besoj që ka ndodhur diçka dje e re përveç asaj tash soja, 24 sa është bo. Unë besoj tash 26 herë është propozimi duke votuar, kështu që besoj që ka thonë diçka e re. A ka rënë poshtë jo marrëveshja juaj në këtë rast? Ajo që unë mund të them është sido që tjetë. Vendi duhet me pas një shumicë parlamentare. Nisma ka ofruar një si me thoni mundësi, që ne besojmë me qenë përgjeshëm, për faktin që vendi duhet me pas institucione, pavarësisht si e qysh bëhen, pavarësisht çfarë shumica ndërtohen, partitë politike në fund ditës secili e përgjegjësinë e vet, edhe pozicionimin e vet. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevojën e pasjes së institucioneve, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, me ato mundësi që kemi dhe votën që kemi dashur që të jemi të përgjeshëm para votuesve edhe të nismës, po edhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhënë një mundësi. Të tjerat, secili merr përgjegjësinë e vet. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt do të ketë institucionet e veta. Të s'kam. Sigurisht që po, gjithmonë deri do të krijohet, si më thon, shumicë parlamentare. A mund të llogaritet në 3 votat e nismës pa u bërë juve kryeparlamentar? Përkushtimi i gjithëve unë besoj që është për të ndërtuar institucionet, për të realizuar ky përkushtim, natyrisht duhet shumicë. Dhe po, shpresoj që po, që do të ndërtohet një shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jonë në parlament do të jetë e njëjta si ka qenë deri më tani. A do garitet në 3 votat e nismës pa u bërë juve kryeparlamentar? Unë e plas pa shumicë parlamentare nuk mund ndërtohet kur gjë. Do të ndërtohet një shumicë parlamentare, një marrëveshje politike dhe me marrëveshje politike pastaj zgjidhen tjera.